Se njeriu në esencë është i paditur. Kështu e ka përmend Allah në Kur'an kur e ka prezantuar ofertën e amanetin. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Vërtet ne njeriut, birit ademit, insanit, ja afruam, ja ekspozuam amanetin. Fillimisht Zotët e kanë ekspozuar qiellit, tokës, kodrave, a përmerrni amanetin përsipër, që përgjithësi të madhe, ata duke pasur është rëndësi madhe amaneti, duke shoh figurativ kur gjë, ama në mbretësinë e vet ka shumë ngarkesë dhe barë madhe. Ka thonë fa bejne e refuzuan, nuk e pranuan, fa ashfaqna, pse nuk e pranuan, ka ndonjë motiv dhe arsye dhe fakt, ashfaqna minha, nga friga. Zotin friga njeriu në ndalon. Bile më i pyet, ishte një intervju, sidomos komunitetet njëve shqiptarëve, e kanë pyet to plakat e vjetra, tregoni juve burrave, çka ju ka mojt juve që keni respektuar shumë? Ai thot friga. Friga e madhe njeriu e ndal dhe frenon. Ose në fund, që ku kena në Zvicër, në këto vendet evropiane, çka i mban ata për me mbajt rregullat në Evropë? Friga në dëshkimit, se dënon, po e shkele në trafik, ato rregulla komunikime, parkingin, jo në vend e duar, friga e dënimit dhe dëshkimit. Zotën friga e më njeriu. Policia pse mbat pendrekin këtu dhe atë pistollin? Edhe fëmia është instinkt, ose njëri kur ta shofe, ky është njëri polici, ky është njëri i thjesht. Po dallimi se ky ka diçka që i frigon njeriu. Zotën duhet të frigon njërin. E Allah i madhuro kështu ka thonë, ne ja ekspozuam amanetin qiellve, tokës, edhe maleve dhe kodrave, ata refuzuan, nuk e morën përgjegjësinë e amanetit. Për shkak të frigës. E ai kush që ai i cili mori guximin dhe kështu nuk pat frikë, unë do ta marr përgjegjësinë, fa hamalaha al-insan, njeriu e mori. Pse njeriu e merr? Innahu zalumun jahula, se njeriu është ignorant. Nuk e di prapa vjeti i gjarëve. Vetëm ka që dëshirë, unë kisha bë kryetar i kësaj lëvizjes, isha bë kryetar i këtij projektit, këtij sektorit, kësaj, duke mos e ditur se është përgjegjësi e madhe. Edhe në dunja, porse edhe në botën tjetër.